Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kjo grua piu lëng domatesh çdo ditë për 2 muaj dhe u befasua me atë që i ndodhi. Domatet konsiderohen si një super ushqim. Për të zbuluar arsyen, ekspertët nga Universiteti i Tajvanit vendosën të kryen një eksperiment. Ata mblodhën gratë të moshave, peshave trupore dhe prejardhjeve të ndryshme dhe i udhëzuan ato që të pinin të paktën një gotë me lëng domate 250 ml çdo ditë për 2 muaj. Ndryshimi më i shpejtë dhe më i dukshëm ishte edhe humbja e konsiderueshme e peshës së tyre, që pati edhe një rezultat të mirë në këtë aspekt. Edhe në ekspertët që shpjeguan se kjo nuk ishte vetëm humbje e lëngjeve përmes rritjes së urinimit, por ishte heqje e depozitave të ndryshme në trupin e tyre. Gjithashtu, një grua ju nënshtrua dhe analizave të gjakut në fillim dhe në fund të eksperimentit. Eksperimenti tregoi se në një gotë të vetme me lëng domatesh në ditë do të forconi sistemin imunitar, do të mbroheni nga sëmundjet e zemrës dhe do të zvogëloni rrezikun e zhvillimit të komplikacioneve të ndryshme trupore. Përveç kësaj, kjo pije freskuese ndihmon me dispepsin, parandalon mbajtjen e lëngjeve, përmirëson shëndetin e përgjithshëm dhe parandalon sëmundjet e fshikëzës, pankreasit, mëlçisë dhe mushkërive. Lëngu i domates është shumë i mirë për lëkurën tuaj dhe ofron lëkurë rrezatuese. Përveç kësaj, redukton ndjeshëm kollën, parandalon anemin, lehtëson simptomat e sëmundjeve të reumatizmës, përmirëson vlerat në analizat e përgjithshme të gjakut. Nëse ushtroheni shumë intensivisht, zgjidhni të pini pak lëng domate dhe do të vini re se do të keni më pak dhimbje muskulare. Është një produkt natyral shumë i mirë për spazmat e muskujve, sepse domatet janë shumë të pasur edhe me magnez. Përveç kësaj, domatet përmbajnë gjithashtu edhe shumë kalium, element ky shumë i rëndësishëm për trupin në parandalimin e një sër komplikacionesh të ndryshme. Gjithashtu, nëse përfshini lëngun e domates në dietën tuaj, atëherë duhet ta përgatisni në këtë mënyrë. Do ju duhen 3 domate, një lugë çaji krip, një lugë çaji sheqer, pak piper i zi ose një filxhan qep të grirë ose gastravec, 2 gjethe nenergjiku ose majdanosh. Pasi siguroni përbërësit e nevojshëm, filloni me përgatitjen e saj. I grini në blender domatet dhe pasi t'i keni larë dhe grirë dhe qepën dhe gastravecin, në fund shtoni pak akull, krip dhe piper. Dhe lëngun që e keni përfituar mund ta konsumoni gjithashtu për të marrë edhe mineralet e duhura. Lëngu i domates ka shumë përbërës aktiv dhe nëse e pini rregullisht, do të keni një sër përfitimesh të gjëra për organizmin. Ajo është shumë i pasur me vitamina A. Lëngu i freskët i domates është një burim natyror i vitaminave A, vitaminës C e të tjera. Kombinimi i rregullt i këtij lëngu në dietën tuaj mund të parandalojë shfaqjen e problematikave të ndryshme dhe të sigurojë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të shëndetit të kockave, në forcimin e imunitetit, mbrojtjen e syve dhe parandalimin e komplikacioneve të ngjashme. Lëngu i domates është një produkt shumë i mirë edhe në reduktimin e kolesterolit. Lëngu i domates është i pasur me fibra, të cilat rrisin nivelin e kolesterolit të mirë dhe ulin nivelin e kolesterolit të keq në saj të pranisë në jancinës. Ato mbajnë larg edhe toksinat. Trupi ynë për fat të keq magazinon toksina dhe mbetje të ndryshme nga ushqimet që konsumojmë. Domatja përmban klor, squfur që mbrojnë mëlçin dhe gjithashtu veshkat. Prandaj, kur është fjala për detoks, domatet mund të mbeten një nga perimet më të mira ushqyese në këtë aspekt. Ato stimulojnë edhe lëvizjen e zorrëve. Nëse keni probleme me zorët, lëngu i domates mund të ndihmojë në këtë aspekt. Do ta keni më të lehtë të tresni ushqimin edhe nëse vuani vazhdimisht nga kapslëku. Ai ndihmon edhe në humbjen e peshës. Konsumi i rregullt i lëngut të domates ju hidraton dhe ju jep ndjesinë e ngopjes, e cila mund t'ju ndihmojë të bini nga pesha. Lëngu i domates furnizon trupin me lëndë ushqyese dhe siguron të gjitha proceset metabolike në trup edhe në zhvillimin si duhet të tij. Ai mbron edhe nga problemet të ndryshme të zemrës. Domatet janë të pasura me vitaminën B6 dhe lëngu i tyre është mjaft i mirë në parandalim kur bëhet fjala për problemet e zemrës. Ai përmirëson edhe shëndetin e lëkurës.
Nëse doni të përfitoni shumë në aspektin e shëndetit të lëkurës, atëherë lëngu i domates mund t'japë rezultate të kënaqshme. Lëngu i domates është shumë i dobishëm për lëkurën, parandalon aknet, heq njollat në lëkurë dhe mbyll poret e hapura. Ai shkatërron radikalet e lira. Duke pirë vetëm një gotë me lëng domate çdo ditë, kështu ju do të pengoni edhe përhapjen e radikaleve të lira në trup. Radikalet e lira janë molekula shumë të dëmshme të cilat mund të çojnë në komplikacione të trupit. Për shkak se domatet janë një burim i shkëlqyer natyror i antioksidantëve, ato do të ngadalësojnë shfaqjen e efekteve të ndryshme të këtyre problemeve. Parandalojnë problemet tuaja të shëndetit radikaleve të lira. Domatet janë një burim i shkëlqyer i likopenit i cili parandalon shfaqjen e disa lloje të problemeve, duke përfshirë këtu atë të mushkërive, të gjirit, prostatës, të zorrës dhe pankreasit. Ndaj nëse doni që të përfitoni nga kjo perime, atëherë duhet ta konsumoni vazhdimisht në dietën tuaj. Shumë prej jush mbasi nuk i dini përfitimet që sjell lëngu i domates nëse e konsumoni atë çdo ditë, ku një studim tregoi se mund të sjellë vlera të larta ushqyese. Gjithashtu, përfshirja e domates në dietën tuaj mund të sjellë gjithashtu rritje të energjisë ushqyese. Ka shumë përfitime nga konsumi i domateve. Në stomak bosh, pirja e lëngut të domates mund t'i sigurojë trupit një nxitje të menjëhershme të lëndëve ushqyese, por nuk këshillohet që të përdoret për një kohë të gjatë. Lëngu i domateve është i mbushur gjithashtu edhe me antioksidantë të rëndësishëm ushqyes, të cilët do të sjellin rezultate të kënaqshme në këtë aspekt. Vitaminat, mineralet, antioksidantët që gjenden me bollëngt e domatet do të sjellin rezultate të mira ushqyese për trupin në parandalimin e këtyre komplikacioneve dhe këshillohet të përdoren vazhdimisht. Ato ndihmojnë edhe në rregullimin e presionit të gjakut. Pirja e lëngut të domates në mëngjes mund t'i sigurojë trupit të gjitha elementet e kaliumit të cilët ndihmojnë në presionin e gjakut. Domatet janë të pasur edhe me lëng të mirë që përmban antioksidant. Domatet janë të mbushura me antioksidant. Antioksidantët mund të ndihmojnë në menaxhimin e inflamacionit dhe parandalimin e komplikacioneve. Përveç kësaj, ato forcojnë imunitetin dhe mbrojnë qelizat tuaja nga dëmtimi. Shëndeti juaj tretës gjithashtu do të përfitojë ndjeshëm nga përdorimi i lëngut të domates. Lëngu i domates kur konsumohet me stomakun bosh, jo vetëm që do t'i japë trupit tuaj antioksidant, por gjithashtu do të mbështesë edhe shëndetin tretës. Ka shumë fibër dhe ujë të cilat të dyja mund të mbajnë sistemin tuaj tretës të funksionojë më mirë dhe të sjellë rezultate të kënaqshme në këtë aspekt. Ajo ndihmon gjithashtu edhe në menaxhimin e niveleve tuaja të kolesterolit. Lëngu i domates përmban likopen, i cili ndihmon uljen e niveleve të kolesterolit të dëmshëm në gjakun tuaj dhe forcon gjithashtu imunitetin. Kjo pije gjithashtu është e pasur me vitaminën C, e cila ul edhe rrezikun për komplikacione të ndryshme trupore. Është një pije i pasur plot me antioksidant. Pirja e lëngut të domates me stomakun bosh është një mënyrë e shkëlqyer për të nisur mëngjesin. Është një pije e shkëlqyer detoksifikuese dhe përmbajtja e lartë e ujit në lëngun e domates mund të ndihmojë në aftësinë e trupit për të hequr toksinat dhe për të ruajtur mirëqenien e brendshme. Mban barkun tuaj të pastër. Acidi i domates ndihmon në nxjerrjen e prodhimit të acidit në stomak, i cili është i nevojshëm për tretjen e ushqimit. Prandaj, është më mirë që të konsumoni lëngun e domates në mëngjes nëse keni probleme me shëndetin tretës. Ai vepron gjithashtu si një energjizues i menjëhershëm. Zvendësimi i kafes tuaj të mëngjesit me lëngun e domates do të jetë një mundësi e shkëlqyer për trupin. Mund të promovojë edhe humbjen e peshës. Kur konsumohet me stomakun bosh, lëngu i domates ka pak kalori, mund t'ju ndihmojë gjithashtu në humbjen e peshës. Lëngu i domates është i mbushur me lëndë ushqyese që u mban të ngopur dhe mund të jetë avantazhi kryesor në reduktimin e kalorive të konsumuara gjatë ditës. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.